SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, i garantuar nga kjo forcë qeverisëse në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Dhe është një institucion i cili bën punën e vet, si të gjitha institucionet e tjera. Kështu që nuk është opozitë e qeverisë. Por depresioni i thellë në cilin ndohet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Dhe natyrisht të 700 tenxheret politike dhe mediatike, produktin e gjithë këtij procesi e marrin edhe e zihen dhe gatuajnë 700 lloj gjellurash të ndryshme, duke bërë diçka që nuk ndodh në Shqipëri për herë të parë, ka ndodhur dhe në vende të tjera sa duash, duke shfrytzuar gjysmë të vërteta për të prodhuar një tym të jashtëzakonshëm që djeg syt e publikut, që shurdhon publikun me presionin e vet dhe që dizinformon publikun thellësisht.